prokurorja i zhvarce Niko Peleshit, personit i cili u mor personalisht me inskenimin edhe falsifikimin e kësaj akuze që nuk qëndron, shkon para gjykatës dhe thotë që unë nuk kam parë, nuk i kam marrë ende pamjet, nuk di çfarë ka ndodhur, po unë them të caktohet një masë sigurie, vlerësova si të drejtë arrestimin në flagrancë për vepra që nuk qëndrojnë dhe kërkoj që të caktohet një masë sigurie kundër një personi, pavarësisht nëse ende vetë nuk i administroj këto akte. Mua më vjen keq që gjyqtarja, cilës as emrin nuk ja kujtoj tani, po s'ka rëndësi, u bë pjesë e kësaj maskarade politike dhe e këtij inskenimi politik. Sigurisht kuptohet pse, pa diskutim që e gjitha kjo u inskenua që Edi Rama të shmangte përgjegjësinë e tij për keqeverisjen 12 vjeçare dhe të merrej me një tallavat të tillë. Erdhën devoll dhe the që vllai i Bledion Allbatit, një njeri gjysmë metra i gjatë, është kapo. Jo, ai as është gjysmë metra i gjatë. Dhe nuk është kapo. Ta thash dje, po ta them sot. Është kapedan. Sepse pret dhe përcjell këdo devolli dhe qytetar dhe ndihmon me çfarë mundet.